Po shkon drejt përfundimit të rikonstruksioni i rrugës së nisur nga Bashkia e Qytetit Kavajës të Lagjës Zguraj. Fillimisht është punuar me shtrimin e trotuarëve dhe të aksesorëve të tjerë të cilët ishin pjesë kryesore e këtij projekti. Ka përfunduar pjesa dërmuese e punimeve dhe vijon tipet dora e fundit të këtyre përgatitjeve për përfundimin sa më të plotë të këtij projekti tepër të rëndësishëm në sistemin e infrastrukturës rrugore të ndërmarrë nga Bashkia e Qytetit Kavajës. Krahas shtrimit të trotuarëve dhe punimeve të tjera që janë kryer aty, ditët e fundit po punohet në një element tepër të rëndësishëm sikurse është gjelbrimi i saj. Me iniciativën e vet të kryetarit të Bashkisë së Qytetit Kavajës ka ndërmarrë një hap tepër pozitiv që ka të bëjë me shtimin e numrit të drurëve dekorativ të cilët po mbillen në këtë segment rrugor. Pas përfundimit të ndriçimit, i cili është me të vërtetë një plotësim tepër i këndshëm i këtij investimi të ndërmarrë nga Bashkia e Qytetit tonë të Kavajës, ka nisur puna për mbjelljen e palmave të këtyre pemëve dekorative të cilët do t'i japin një jeshi dhe bukuri tjetër kësaj rruge që nis nga bulevardi kryesor i qytetit dhe përfundon në lagjen e vjetër Zguraj të qytetit tonë. Sipas burimeve të informacionit që arritëm të sigurojmë nga zyra e punëve publike pranë bashkisë, ky investim i nisur nga Bashkia e Qytetit do të marrë formë të plotë duke u plotësuar dhe me këto aksesorë tepër të nevojshëm sikurse janë ndriçimi dhe gjelbrimi. Kjo iniciativë është edhe një tregues tepër pozitiv i punës që bëhet nga Bashkia e Qytetit tonë për sa i përket infrastrukturës rrugore, me plotësimin edhe të këtyre elementeve tepër të rëndësishëm që japin asaj një pamje sa të plotë, por njëkohësisht edhe një vlerësim të gjithanshëm të këtyre investimeve. Kjo është një punë tepër kurajoze ndërmarrë nga Bashkia e Qytetit, gjë e cila është mirë pritur dhe nga vetë të qytetarët të Kavajës, të cilët e kanë ndjekur nga afër këtë proces të mbjelljes së pemëve dekorative në bulevardin që të çon në drejtim të lagjes Zguraj. Sikurse po veprohet në këtë rrugë, do të ndryhet edhe në rrugë të tjera, theksojnë drejtuesit e shërbimeve publike pranë Bashkisë së Qytetit Kavajës. Kjo diktuar midis të tjerave dhe nga një mbështetje maksimale që jep vetë kryetari i bashkisë për përfundimin e këtyre investimeve tepër të rëndësishme, të cilat janë pjesë përbërëse e punës të strukturave të Bashkisë së Qytetit Kavajës, por njëkohësisht duke marrë në konsiderat dhe kërkesat e qytetarëve, por plotësohet më së miri pikërisht ky lloj interesimi, gjithmonë në rritje për një nivel ndryshe dhe imazh po të tillë të infrastrukturës rrugore.